E besimtari do të jetë i gatshëm që t'i bindet urdhave të Allahut te barekutaala. Se bëhet fjalë për shpallje, ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, atë nuk ka këtu hezitim, nuk ka këtu hamendsi, për shkak se Allahu xhallahu ala gjithmonë na udhëzon për atë që është e mirë, gjithmonë na udhëzon për atë që është e dobishme. Sa kemi sot për shembull raste nga jeta jonë si musliman, dëgjojmë një udhëzim fetar që na obligon me detyrë caktuar, po e shtym. Valla mirë e ki, po bre duhet, po çka e shtyn valla? Qoftë për shembull nga obligimet e mëdha për mashkujt, për femrat, qoftë nga ndalesat. E dim që një punë është haram, po vazhdojmë me të. Po valla s'pamoj me lanë dyqys. E kam vështirë që sa ku, s'ka e kam vështirë. Ka thonë Zoti, leje do të me lanë. Se realisht kjo është marrëveshja, kjo është besatimi që ja kemi dhënë Allahut mënduar. Ne i besojmë Allahu xhallahu ala dhe i bindemi atij. Kjo është Islami. Ne besojmë në Allahun që është një, dhe t'i bindemi udhëzimeve të Allahut që janë në Kur'an dhe janë në mësimet dhe udhëzimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam.